U përshëndetje me që dashën. Shkojnë në vetën e radhës, Lumera Bigjiku, njerëka e Kosovës. U bonën bashk hajnat e moqëm. U bonën bashk mashtruesit e moqëm. Është turpi i botës, miq. Është turpi i botës. Sepse një njeri që e kam përzon për LDK-s, kthehet prapë LDK, vetëm për karrik, këtu dihet se kush ka qenë kjo njerëka e Kosovës. Kjo tratarja e Kosovës. Këtu dihet. Edhe më fortë është që vetë, do më thonë, e ka marrë me dheq listën, edhe vetë presidente Lumiri për kryeministër. Llogaritë, do më thonë, me kom gulje e ka presidencën me marrë edhe një mandat. Ja pra mi që dashë pse ka shpërnda Kovendin. Masi e morë vesh, e kuptoj që nuk ka vota për mandatin e dytë, e që vendin në zgjedhje. Po mas mirë të miq, shkojmë të ndëgjojmë të dy mashtrues e mëdhej të LDK-s që i kam pru në 15 deputet, se çfarë thojnë. Shkojnë miq, mas pari këtë Lubëmirin që theke numrat. Nëse kërkoshin emra, ju jepshin emra. Nëse kërkoshin nështrime, ju jepni nështrime. Dikur nëse kërkojnë data, ngjyra nështrime të ndryshme, çfarë ju bëjnë këtyre se gjë? Çfarë rani miq, ashtë i qare, sepse në tonë dim 3 vota të paktën, 3 vota si ka pas. As të Hikmet e Bajramit, as Kujtim Shalës, e as Abdullahotit. E masare dule dhe Muhaxheri, dule i përparim jo, edhe kush një tjetër ke arrogamin. Po me gjithë thatë nuk ka problem. Shkojna? Veç që zbulojmë ta mashtruesit. Zonja Zotërin, problemi nuk është mungesa e zgjidhjes. Problemi nuk ishte mungesa e numrave, po thot. Po shkojna miq. As Vjosa Osmani nuk ka më zgjidhje. Kur e pyet për bashkimin me Vjosa Osmanin, goç ka thot. Vjosa Osmani, as Lumera Bigjiku. Zero ditë kohë, tash s'ka më. LDK-ja është efektivisht jashtë procesit. Pra fushatës, që do të bëjmë me lëvizjen vetëvendosje. Ja kemi thënë kështu. Unë kam thënë për konfirmoj që do të bëjmë me lëvizjen vetëvendosje. Asnjë kusht, asnjë rrethon. Sikur t'i japim pozitën e Kjo është arsyeja miq pse ky s'ka bashkëpunuar me Albin Kurtin, sepse kanë bas planin për bashkë me atë njerëkën e Kosovës për me shkatru Kosovën. Jo për në mirë të Kosovës, për me shkatru Kosovën. Se në gjënë e mirë s'ka thot. Bretënin me në dhonë, me thonë presidentin. Bretënin e trashigume prej sotit, nuk ulemi me ta me bisedu për aftesh. Bretënin e trashigume me thonë prej sotit, nuk e marrim me ta. Do me thonë nuk flasim me ta, nuk diskutojmë me ta, nuk kemi komunikim. A marrë dha po, thani, kom tha 15 numra. A pesheni miq ku jem? A pesheni miq me çfarë opozite kemë të bëjmë? A pesheni miq çfarë mashtruesin, çfarë hajnën? Sepse ta s'monojnë për Kosovën, ta se dojnë Kosovën. Nga LDK-ja, Rahmetlia Ibrahim Rugova është ai që ka dashur Kosovën. Këta tjerët, zero. Këta tjerët menojnë vetëm për gjep. Ja pse Albin Kurti fiton? Sepse është me popullin. Po shkojna me, shkojna. Se qytetin fjallë popullore ka dorë dhe bisht. Halo? Me ta s'kemi pas komunikim, me ta s'kemi pas takime, me ta zot kemi takime me ta. Rrethonat e bërjes politik edhe makinerinë e madhe të shpifjes, urrëties, nxitjes, po dhe projekcionin për Republikës Kosovës na ka vendosur në kundërshtar. Kush po shpif o ignorant, o mashtrues, o dhe gjenerus, apo shpif ti, Albin Kurti. Apo gënjen ti, Albin Kurti. Ku i ki 15 numra? Pa datë, pa vull, pa amen. Apo? Kush po gënjen këtu? Ti, Albin Kurti. O mashtrues. Ti edhe njerëka Kosovës, kur të boni me dredhu Albin Kurtin, me mashtru Albin Kurtin, ose popullin e Kosovës. Jo, 7 qershori i ka zënë juve. Se i një mbledh krejt ata hajnat e moqëm që ajni konë. Me bodyguardin e Haxhi Avdyli, me bodyguardin e Vjosa Osmanit, me njerëkës Kosovës, se gjëna me përmenem në asajna.
me ato tjera, s'po du me informer asamin. Jeni mbledh për me rëzue një njeri që e donë përmi 50% të poplet. O, kote keni bre, se për juve Albin Kurti është Orugan. është Muhammed Ali, që shka thona i votusi PDK-s. Kote keni. Amo bëni gati me 2026, 7, data 7, qershor. Shkojnë amiq. Të tani shumë për këtë vend. Por, a kemi thonë para zgjedhjeve se s'bëj me ta, po e themi edhe pas zgjedhjeve që s'bëj me ta. Do të lidhet vetëm me LDK-n, kur asnjëherë me asnjë parti tjetër. Në ditën që unë nuk jam më në LDK, nuk jam më as në politik. Kaq. Gone që ka dhëtë kjo poshtë të ljomen zot 2017. E mas 4 vite, 2021, të ndëgjën. Unë e përfundoj karrierën time politike. Drejt karrierës. Unë e lumiri, jo sot, por kur nuk do të vinë në vetëvendosje. Por pas më pak se 4 vjetës, Vjosa Osmani gjeti vetën duke nënshkruar marrëveshjen për të hyrë në listë të përbashkët me lëvizjen vetëvendosje. Mas 4 vite, miqtë të dashur, në nënshkrimin u bashku me Albin Kingun. A përshë oj njerë ka Kosovës, oj dy ftyrshe, sepse njeri dhe me pas një parim, kur thot po, jo. Për këtë arsye, pople jonë e ka një fjallë shumë të mirë, shumë të bukër, popullore, që thonë, 3 herë me no, 1 herë fol, edhe kur të pështuj diçka më selpi. Në për mi thonë dikunja nuk vit kur, e tani me shku mu bashku me to. Po populli ty të ka njoftë shumë mirë, nëse e mon men 2019, 2020 në fakt, kur i votum për herë të parë, kur ishe në tub Mitrovic me Albin Kurtin, kur një kalimtar aty, për thot Albin Kurtit, u Albin Kurti, po ta besin kimi apo shërën Vjosa Osmanit. A përshë njerë ka Kosovës, populli të pas ka njoftë, po ne si kemi besu, se normal gjithë kur mund me pas dikush në jasmëri, në diçka për i natën e gjelozi, po ja që ka e vërtet, pas ka qene vërtet. Ati zotrije, pe këtu të përshëndes i bëjt fala shumë, zotë të rujt me gjithë familje. Se nuk e di kush është, mishtë të dashër, po e në akon të bëjmë, kur pa thonë, o, Albin Kurti kemi apo shërën kësajna, njerë kësë Kosovës. Shkojna. Zonja dhe zotrin, të dashur qytetare mbështetës tanë, sa po e përfunduam mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm të lidhjes demokratike të Kosovës, me të cilën përmbyllëm një ndër proceset më të rëndësishme tona, atë të bashkimit. Antarët tanë me vot i dhanë mbështetje propozimit tim e të kryesisë për bashkim. Ka kohë që kam folur për bashkim dhe kemi punuar fort. Sepse në politikë, si kurse njëtë, ka momente kur populli kërkon vetëm një arsye për të besuar përsëri. Një shenjë që njerëzit që e duan këtë vend, dinë ta ka përsin rritën, të bëhen bashkë dhe ta vendosin Kosovën, mbi çdo gjë tjetër. Vjosa dhe unë kemi vendosur ta bëjmë pikërisht këtë. Të bashkohemi. T'japim vendit një shembull tjetër, një kapitull tjetër. Ja kemi kohë dhënë në vetë. Që pjesën përpara, ne garantoj me njëri tjetrin. Kur flasin, kur bashkëpunojnë, kur dëgjojnë, kur e vendosin interesin e Republikës, mbi egot, mbi ndarjet dhe politikën e përditshme që i ka lodhur qytetarët tanë për shumë. Ani kush po fol për ego mbiç? Kush po fol për ego? Ta ndëgjojmë. Në këtë bashkim tonin do të garojmë në një listë përbashkët me Vjosën si barë së saj dhe kandidate për presidentet Republikës e mua si kandidat për kryeministër. A në gjutë miq? Njerë ka Kosovës për presidence, barë e listës, këtë për kryeministër. Llogaritë miq çka e në gjendje me bo.
pe merë një, po bashkohet me to, pe len numër 1 të LDK-s. Kur e kanë përjashtu mas pari për LDK-s, tash e kanë qitë bartë të listës. Edhe për presidente, ky për kryeministër. Llogaritë që kanë një gjendje me bukë këta miq të dashur. Këta dhe vetën e shesin vetëm me arrit qëllimet e tyre. Mi mbrojt pasuritë e tyre, edhe me mujt me vjedh sa më shumë. Se këta nuk e kanë menimin për popull. Ja pra miq të dashur, populli im i dashur në Kosovë, në diasporë, pse duhet më votu Albin Kurti? E jo kjo opozit e shkatrune, jo kjo opozit hajnash, jo kjo opozit manipuluse, jo kjo opozit që jenë marrë këtë sopat e harrum, edhe mënohen me prish njerën e shnosh. A ke pas sikur ato mollat e kalta, kur janë një thes, plot thesi me kon i shnosh, 4-5 sopa me kon kalta, i kalë me ato tjera. Qashtu është LDK-ja, PDK-ja, AK-ja. Po në këtë rast po flasëm për LDK-mi së dashur. Populli i dashur, ju bëj thirrje me zemër e me shpirt. Votone Albin Kurtin. Votone të ardhmen e juaj. Votoni për fëmijët e juaj, jo për fëmijët e tyre. Sepse fëmija e atyne i kanë miliona e miliona e miliona. Kurse fëmija juaj, çka kanë? Kurgjeq. Deri sa ardhe Albin Kurti, që ja qiti i vendosi për shtesa. Por një për i thomi që dosër, nëse nuk e votoni Albin Kurtin, fiton opozita, me të madhe, që të shtesa, keni mi harru, pare për nëna Leona, keni mi harru, se këta kanë mi hisë, se këta thëjnë s'ka pare për të sane. Për Albinin po ka, për opozit s'ka pas kur. Por për fëmijët tyne po. Sepse këqyre, se cilë fëmijë i komandanta, se cilë fëmijë i partive, i kryetar partive, se cilë fëmijë i deputetve, shikone mi qëfar makina vëzisin. Shikone mi qëfar vila shkan. Shikone mi që gjitha qëfar jetë e bojnë. E shikone qëfar jetë e bojnë fëmija e popullit, në mënë popullit mesatar Kosovë. Miq, kjo ishte vete për sot, Zoti rujt, mire pasha vete radhës.